Pyetja tjetër, uroj të jeni mirë dashur miq, kemi një alarm në lindjen e mesme. Sulmet iraniane kanë tronditur Katarin dhe Arabinë Saudite. Çfarë është duke ndodhur? Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmbrëma, quheni se të doni, jemi duke u gdhir data 19 mars 2026. Irani ka ndërmarrë një sarsi të frikshme sulmesh dhe goditjesh, të cilat kanë tronditur të gjithë rajonin e lindjes mesme, duke sulmuar objektiva energjetik dhe duke përfshirë drejt për drejti vendet e gjirit. Ky është një eskalim i jashtëzakonshëm i cili na tregon se rajoni i lindjes mesme, por edhe e gjithë bota është duke shkuar drejt një situate të frikshme, të re, të pa imagjinueshme. Ajo që unë ju njoftova një natë më parë kur ju thash është gati në shpërthim lindja e mesme. Me sa duket kjo tashmë ka ndodhur në Katar, raportohen dëme të jashtëzakonshme. Doha i është drejtuar menjëherë Këshillit të Sigurimit pas sulmeve që lidhen me përshkallëzimin më të fundit të rajonit atje. Janë goditur depozitat më të mëdha të botës për gazin dhe kjo ka qenë si një reagim i Iranit ndaj sulmit izraelit i cili ka ardhur gjithashtu ndaj impiantit të gazit, burimit më të rëndësishëm të gazit në Iran, që është stacioni Bars. Ndërkohë, Arabia Saudite gjithashtu ka arritur të neutralizojë 28 dronë dhe është edhe ajo duke u përgatitur apo po përballet edhe ajo gjithashtu me goditje të frikshme të jashtëzakonshme. 28 dronë të lëshuar nga Irani janë neutralizuar tashmë prej saj dhe duket qartë që jemi në një situatë krejt tjetër. Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndaluar 13 raketa balistike. Kemi një situatë e cila është pothuajse në prag të shpërthimit. Arabia Saudite dhe Riyadhi zyrtar kanë njoftuar se do të organizojnë sot pra një mbledhje në mbrëmje të vendeve të rajonit dhe të vendeve islame për të koordinuar një qëndrim të përbashkët lidhur me këtë përshkallëzim të frikshëm që është duke ndodhur në lindjen e mesme. Me sa duket, Irani, ashtu siç u thash, ka bërë llogari që të hedh të gjithë rajonin në erë si hakmarrje ndaj asaj që është duke i bërë Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me sa duket plani është më i madh se të gjithë dhe loja është më e madhe se të gjithë. Ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dalë dhe ato që po goditen fort dhe kanë thënë se nuk ka asnjë kompromis me sigurinë kombëtare dhe ne do të gjejmë një mënyrë për të kthyer përgjigjen. Në të njëjtën kohë, dashur miq, goditjet ndaj infrastrukturës jetike të gazit në Iran kanë përfshirë zonat strategjike si ishullin e Kargut, siç ju thash, dhe Baris, që tregojnë jemi në një fazë të re jashtëzakonisht të rrezikshme në rajon. Kjo pritet të përshkallëzojë situatën ekonomike globale, rrezikun ekonomik global. Shumë shpejt do të njihemi me çmimet të çmendura të gazit dhe të naftës, në qoftë se kjo situatë del jashtë kontrollit. Me sa duket është një plan, është një projekcion që arabët tashmë të hyjnë edhe ata në luftë. A do të hyjnë apo jo, do ta shohim shumë shpejt, por duket që situata është komplet shumë pranë ndaljes nga kontrolli. Katari ka marrë goditje shumë të rënda dhe nuk po flasim thjesht për objektiva ushtarak. Tashmë kemi hyrë në zemër të çështjes. Po goditet jeta, po goditen damarët, po goditet nafta dhe gazi. Po flasim për zemrën ekonomike dhe për çështjet jetike të shteteve. Goditja e gazit dhe industrisë petrokimike në Iran, por edhe në vendet e gjirit persik, nënkupton paralizim të jetës totale ekonomike. Fabrikat ndalen, energjia do të ndërpritet dhe sistemi fillon të lëkundet nga themelet, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ky moment është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe delikat. Jo rastësisht dola ta bëj këtë video sot në këtë orë të natës, sepse isha duke punuar sigurisht, sepse
e bëra sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptojmë minutë pas minutë atë që po ndodh. Duhet dini parasysh, të keni parasysh diçka, kur goditet energjia e një vendi, është goditur i gjithë shteti. Kjo sapo ka ndodhur në vendet e gjirit dhe vendet e gjirit janë hedhur në erë me këto goditje të mëdha. Si do të shkojë situata mbetet për të parë, por zyrtar iranian ka paralajmëruar se do të zgjerojnë gjithashtu sulmet ndaj infrastrukturës energjitike në vendet e gjirit, pra në të gjithë rajonin dhe në Izrael. Pra, përshkallëzimi nuk po ndalet, por do të jemi përballë një situate krejtëre e cila mund të ndesë të gjithë rajonin dhe mund të ta çojë botën në një situatë krejtësisht të panjohur për gjithë pjesën tjetër të botës. Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duket qartë se kanë llogaritur se eliminimi i liderëve do të sillte dobësimin apo rënien e sistemit politik dhe të regjimit të Iranit, por kjo nuk ka ndodhur. Jemi në ditën e 19 të luftës dhe sipas gjasave nuk ka gjasa të ndodh shpejt. Në vend të kësaj, Irani është duke u përgjigjur me forcë, është duke goditur infrastrukturën e energjisë në vendet e gjirit, duke zgjeruar kështu pra fushën e betejës dhe duke përfshirë aktorë të ri në lojë. Ndërkohë, presidenti amerikan ka dhënë disa mesazhe që duken kontradiktore. Nga njëra anë është duke folur për fundin e luftës dhe nga ana tjetër është duke u lënë të kuptohet se konflikti do të zgjas pa afat dhe kjo tregon që ende nuk ka një vendim të qartë në Washington për të ardhmen e luftës, sikurse edhe izraelitët kanë mbritur në përfundimin se as ata nuk e dinë se kur do të përfundojë lufta dhe këtë e njofton gazeta hebreje izraelite Yedaot Ahronot sot. Kjo krijon një pasiguri totale në rajonin e gjirit dhe një pasiguri totale në botë. Vendet e gjirit të cilat deri tani po përpiqeshin të qëndronin neutrale, janë duke u detyruar pra tashmë të zgjedhin anë dhe duhet dhe mundet të marrin vendim të bëhen pjesë e kësaj lufte, luftë nga e cila do të humbasin të gjithë. Dhe kjo është pikërisht dera e një përplasje të madhe rajonale e cila do të ndikojë të gjithë atë që është duke ndodhur në të gjithë botën. Marrëveshja e ndërmjetësuar ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite në Pekin është një marrëveshje me sa duket ende nuk i është tharë boja, por rrezikon të thërmohet tashmë plotësisht me goditjet e Iranit drejt për së drejti ndaj Arabisë Saudite. Ndaj, tensionet po krijohen dhe tani mund të kemi pasoja të tmerrshme afatgjata për të gjithë arkitekturën e sigurisë dhe të energjetikës së rajonit, por jo vetëm, por edhe atë globale. Nga ana tjetër, e gjithë bota është duke parë se çfarë është duke ndodhur në këtë moment jashtëzakonisht delikat. Atje ministri i jashtëm i Omanit ka dalë dhe i ka bërë një thirrje urgjente presidentit Trump që të ndalë këtë luftë sepse vendet e gjirit do të shkatërroheshin tërësisht, por me sa duket plani është shumë i madh. Loja është shumë e madhe, ashtu siç e kemi folur dhe ashtu siç e kemi diskutuar gjatë gjithë kohës bashkë. Kjo ishte ajo që unë kisha dëshirë t'ju shpjegoj sot, dashur miq, në këto orë të mesit të natës. Unë isha duke punuar, vazhdoj të punoj deri orëve të vona në zyrën time dhe gjithsesi mendova se duhet t'ju tregoj këtë zhvillim të rëndësishëm, ashtu siç ju kam premtuar, do të jeni bashkë minutë pas minute, orë pas orë, hap pas hapi për të parë këtë moment jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe delikat në për cilin po kalon bota, sepse kjo nuk lidhet vetëm me Iranin dhe gjirin persik, as me Amerikën dhe Izraelin, por lidhet me gjithë arkitekturën e sigurisë dhe të energjetikës së planetit. Dhe ne duhet të jemi gati për gjithë skenarët, sepse nesër mund të mbërrijnë këtu tek ne. Mirë dëgjofsh.